E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, si gjithmonë në kanalin Monitor TV. Para se do të filloj këtë komentim, para se do të ndajmë këtë minutazh për dy goca të mrekullueshme, për dy goca tepër të dashura dhe shumë tërheqëse, dua t'ju informoj që juve mund të abonoheni në kanalin ton, thjesht me një subscribe për të ndjekur të gjitha videot, për të ndjekur të gjitha komentimet që ne bëjmë. Tashmë nga e hëna do t'jemi edhe më shpesh pranë jush duke komentuar Big Brother, VIP Kosovën, banorët, strategjitë dhe gjithçka çfarë ka të bën rreth asaj loje. Tani këtë minutazh dua t'ja kushtoj dy gocave që brenda shtëpisë së Big Brotherit bën revolucion si zgjuarësie ashtu dhe bukurie. Danja Koka dhe Egli Tako. Në fakt Egli është shumë aktive dhe mua më bie të merrem shumë me të, por njëkohësisht aktive mbetet edhe Danja Koka. Një video që ditën e djeshme ka tërhequr një bot të bukur të audiencës shqiptare, duke komentuar, duke folur, duke dhënë mendimin e tyre për një marrëdhënie që vazhdon të jetë akoma afat gjate larg shtëpisë së Big Brotherit. Do të thoni ju pse? Ju e dini shumë bukur që banorët kur largohen prej atij reality show, prej atij kompeticioni, rall janë ato banorë që ruajnë marrëdhëniet me njëri tjetrin, që ruajnë shoqërinë dhe që kanë një kontakt të bukur mes njëri tjetrit. Danja dhe Egli ishin dy shoqe që u bën brenda formatit të Big Brotherit, kishin një afrimitet shumë të madh. Ju e mbani mend se në fund ato patën një lloj përplasje me njëra tjetrën dhe shkatëruan atë shoqërinë e tyre, por koha jashtë, momentet jashtë, periudha jashtë i ka ndihmuar Danjës edhe Eglit që të rikuperojnë marrëdhënien e tyre dhe që të ndërtojnë një shoqëri më të bukur të dyja së bashku. Do të thënë Danja dhe Egli ndërtuan një shoqëri më të mirë. Ditën e djeshme ato na sollën këtë videon që ju në fakt po shikoni pas meje. Është një video shumë e bukur ku të dy gocat janë të veshura, le të themi, si princesha. Okej, Danja tani njihet për këtë elegancën, për këtë damllikun që e ka brenda vetes së saj. Do të thënë është një gocë tepër dam dhe nuk bie në tokë në asnjë mënyrë, do të thënë ta jep atë bindjen sikur është koklart shumë, por jo, nuk është vajzë shumë e ëmbël, është shumë e mirë, po thjesht e respekton shumë veten dhe ka një respekt të veçantë për veten e saj. Dhe Egli po ashtu, do të thënë të dy gocat duken shumë të lumtura, duke përqafuar njëra tjetrën si ato barbikat e vogla që i keni parë nëpër Certani. Shoh shumë cute moment, në kuptimin që do të thënë shoh shumë vajza të bukura me një shpirt fëmijëror brenda tyre dhe që kanë nevojë për dashurinë e njëra tjetrës. Egli dhe Danja vazhdojnë të ruajnë shoqërinë, do të thënë janë shumë të lumtura bashkë, nuk e dim se në çfarë gjëje kanë marrë pjesë, po siç duket ato kanë xhiruar një diçka, ndoshta mund të jenë të dy gocat edhe pjesë e ndonjë reklamës shumë të fuqishme që do të tërheqën të gjithë audiencën, por shoqëria e tyre vazhdon të jetë shumë aktive. Do të thënë Danja dhe Egli janë aq paqësore, kanë aq shpirt të pastër sa që në zemrën e tyre, do të thënë kanë vënë një bindje që ne nuk do të mbajmë inatet të cilat u ndërtuan brenda formatit të Big Brotherit, por ne do të hapim zemrat, ne do të pranojmë njëra tjetrën, do qeshim, do bëjmë shaka dhe do të ruajmë shoqërinë që ato në fakt u njohën brenda një formatit siç është Big Brother. Do të thënë shoqëritë vazhdojnë jashtë në qoftë se vetë banorët duan ta vazhdojnë. Dhe Danja dhe Egli duken që kanë një shoqëri jashtë mase të afërt edhe të bukur. Si komentoni ju këto dy bukuroshe?